تمسك بحبل الله واتبع الهدى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah në falenderojmë, ata adhurojmë, salavatet dhe selamet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë, familjes së tij të pastër, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyre që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Elusim Allahun dhul xhelal na bëjë edhe neve prej tyre. Shoku i profetit sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Maliku radhiyallahu anhu, transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman." Ai i cili posedon tri cilësi e shijon ëmbëlsinë e imanit të tij. En yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Që Allahu dhe i dërguari i tij të jenë më të dashur për të se sa çdo kusht tjetër. Wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dhe ta doj personin, pra muslimanin, vetëm për hir të Allahut. Wa an yakraha an ya'uda fi al-kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar. Dhe ta urrej të kthehet në mosbesim, në kufër, pasi që Allah e shpëtoi, ashtu siç e urrejnë të hidhet në zjarrin e xhenemit. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na tregon se imani, besimi ka ëmbëlsi. Imani përjetohet. Mirë po, a thua vallë, sa prej nesh e përjetojmë imanin? Sa prej nesh kënaqemi me adhurimet të cilat ja kushtojmë Allahut subhanahu wa taala? Secili prej nesh han ushqim apo pije apo diçka tjetër dhe e din atë shijen e ëmbël, shijen e mirë që ka pija apo ndonjë pemë kështu me radhë. Mirë po, a kemi shiju ëmbëlsinë e imanit apo jo? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na jep këto këshilla, këto porosi që na ndihmojnë ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Këshilla parë, që Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ta dua më shumë se çdo kënd tjetër. Kur është në pyetje Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i japim përparësi para veteve tona, para grave tona, para fëmijëve tan, para prindërve tan, para pasurisë, para tregtisë, para çdo gjëje. Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i kemi të partë. Në qofse rruga Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është nga ana e djathtë dhe rrugët e tjera nga ana e majtë, ne do ta zgjedhim rrugën e Allahut. Nga se Allahu është Zoti ynë. Allahu e din çka na bën dëm dhe çka është e dobishme për neve si musliman. Gjithashtu e ndjekim udhën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu dhul xhelal: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Disa kanë pretenduar se e donin Allahun dhe Allah i ka sprovuar me këtë ajet. Thuaj o Muhammed, qofse pretendoni se e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, pra ndiqni profetin sallallahu alaihi wasallam. Cila është dobia? Allahu ju don dhe ju afal mëkatet tuaja. Allah është falës i madh dhe mëshirëplot. Këshilla e dytë është ta duash vëllain tan musliman për hir të Allahut, jo për interesa të kësaj bote. Kjo dashuri për hir të Allahut në dynja fillon dhe fundin e ka në xhenet. Kemi folur për këtë temë, dashurinë mes vëllezërve besimtar. Kjo është lidhja më e fortë e besimit. Innamal mu'minuna ikhwa. Vërtet besimtarët janë vëllezër. Asgjë nuk i ka bashku pos imanit dhe besimit. Këshilla e tretë është ta urrejsh me lan fen. Ta urrejsh me braktis fen. Pasi që Allahu të ka shpëtu nga kufri dhe mosbesimi, ashtu siç e urren të hidhesh në zjarr. Po të mos ishte Allahu, nuk t'ishim kanë të uzum. Në sajë të mëshirës Allahut,
sot jemi këtu të udhëzuar. Falemi, agjerojmë, lexojmë Kur'an. Andaj ta falenderojmë Allahun për udhëzimin që na ka dhënë. Ta urrejmë kufrin dhe mosbesimin dhe ta duam imanin dhe besimtarët. E besimtari kur e shijon ëmbëlsinë e imanit e përjeton namazin. Besimtari kur e shijon ëmbëlsinë e imanit e përjeton agjerimin. Besimtari kur e shijon ëmbëlsinë e imanit e përjeton leximin e Kuranit, përmendjen e Allahut, lutjet të cilat ja bën Allahu subhanahu wa taala. Mirë po nëse nuk e kemi imanin siç duhet, atëherë do ta kemi edhe ibadetin, adhurimin të vështirë për me bë. Sahabët, gjeneratat e para të muslimanëve, kur e shijuan ëmbëlsinë e imanit, edhe sprovat i kanë pas të lehta. Muezinin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilalin, e kanë qitë në mesditë. Në ato momente ku ka qenë shumë nxehtë, ja kanë hedhë mbi gjoks një gur të madh, që ta mohon të Allahun dhul xhelal, ta braktiste besimin. Mirë po çka tha? Çka tha Bilali, i cili e shijoi ëmbëlsinë e imanit? Ahadun ahad. Allah është një. Allah është një. S'keni mundësi me më kthy në kufër apo në mosbesim. Elusim Allah dhul xhelal na mundsoj ta shijojmë imanin dhe të shijojmë adhurimet të cilat ja kushtojmë Allahut subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.